Ne jemi të ardhur nga Hasi, kemi rreth 25 vjet tu. Asnjëherë nuk ka vu dorë në shteti, as për rrugë, as për shkollë, as për ndriçim. Edhe kemi probleme të mëdha me fëmijët, s'kan ku të kalojnë, shikoni gjendjen e rrugës tu. Kanë rrezikuar, këtu në një toni kanë vdekur 2 kalamaj nga aksidenti. Vjet para mun aty të shkolla, para 6 muaj i ka vdek, e ka aksident një vajzë në 10 vjeçare. Edhe nuk kam shku vetë privatisht, kam shku të shkolla, i kam thonë si keni mundësi me lanë në këtë gjenje edhe mbikalimi, se mbikalimi është, nuk funksionon. Arsyeja pse nuk funksionon do ta dinë ato të shkollës. Kemi një rrugë, kur është bërë shkolla, kemi një derë aty që kanë hyrë nxënësit. Ata e kanë mbyllur drejtoresha, arsyet e dinë ajo. Fëmia, unë nuk kam fëmijë në shkollë, se ma kanë mbaruar shkollën, po kanë gjithë to banorë të tjerë. Ti shikosh mjes, nuk është momenti, për shembull kur vinë kalamajt, është të mëshme si e kalojnë rrugën nacionale. As nuk ka tabelë se ka fëmijë këtu, as nuk ka tabelë sa kilometra. Këtu nuk funksionon asnjë gjë. Ne kërkojmë si çdo qytetar tjerë në Shqipëri. Po e gjetët një rrugë që është në Shqipëri, ose edhe në Ballkan, që është në këtë gjenje, është e pa imagjinueshme. Është e pa imagjinueshme. Ne jetojmë, as ne marrim ndihmë ekonomike, as marrim për kraj, ne kemi kalamajt në Angli, jetojmë me lekët e emigrantëve. As të një të punësune, fare. Vetë ne me kontributin tonë, sa kena mund pas mundësinë e vetë, edhe këta që jemi të pamundës se kemi ngellë vetëm ne mbi gjarat vjeçartë. Nuk kemi, ne kemi spital, s'kemi, pagujmë për mbeturina, nuk kemi koshë mbeturina, pagujmë ndriçim nuk kemi, pagujmë gjelbrim të bashkia nuk kemi. Ne jemi të harruar, për shembull, në këtë vend tu, për shembull, që ne jemi 7 kilometra nga qendrës së Durrësit. Njëra këtë gjendje nuk pa mërmenja që mund të ketë në një zonë tjetër.